Ja 4 vajra bimor për shëndetin dhe bukurinë tonë të përditshme. Vaj i rigonit. Në një kavanos qelqi, fut gjethet të freskëta rigoni, shton në to vaj ulliri, ruaj në vend të errët për 2-3 javë. Parandalon rënjën dhe forcon rënjën e flokut, forcon imunitetin, ka veti antibakteriale dhe antivirale. Vaj i borzilokut. Mblidh gjethet të freskëta borziloku, futi në një kavanos, mbuloji me vaj ulliri, ruaj për 2-3 javë në errësirë, kulloje dhe ruaje në shishe të errët, shqetëson dhimbjet e kokës dhe migrenën, shqetëson nervat dhe stresin, përmirëson tretjen. Për flokët stimulon rritjen, forcon rënjën dhe jep shkëlqim. Vaj i rozmarinës. Këput dek të njoma rozmarine dhe futi në një kavanos, mbuloji me vaj ulliri dhe ruaj për 40 ditë në vend të errët. Aktivizon qarkullimin e gjakut. Për flokët stimulon rritjen, forcon rënjën dhe parandalon rënjen, përmirëson kujtesën dhe përqendrimin, ka veti antibakteriale dhe antifungale. Vaj i sherebelës. Në një kavanos fut gjethet të thata dhe të pastra sherebele, mbuloj me vaj ulliri dhe ruaj në vend të errët për 2-3 javë. Forcon flokët, ul yndyrën në skalp, ka veti antiseptike dhe antibakteriale. Përdoret për relaksim dhe për uljen e stresit. Abonohu për më shumë receta natyrale.